I njohim tani me titër kryesor të gazetave për ditën e sotme, e hënë 17 nëntor 2025. Gazeta Dita mban titullin kryesor: Kjo që po ndodh me 21 janarin, nga Skënder Mingjozi, një krim i një natyre tjetër që po tentohet të mbulohet, një tjetër dosje e vjetër në kohë, shumë kilometra larg Shqipërisë, por që është në fakt e njëjta situatë absurde. Largo humgjyqin paguaj, skema që po rrje buxhetin arrin 19 milion euro. Shteti i heq nga puna, gjykata u jep të drejtë, taksapaguesit paguajnë faturën. Ata që firmosin shkarkimet, zero përgjegjësi, shifrat e rënda të një raporti të kontrollit të lartë të shtetit. Çfarë i ka ndodhur vajzës me pushk në mozaikun e madh të muzeut kombëtar? Në brendësi, zemra nuk mjafton me një ekip si Anglia. Lista që e turpron parlamentin shqiptar pa certifikata. Rubrika shëndet, përse 16% e të rinjve po preken nga çrregullimet të larta të glicemisë. Fletë ekspertja, a kanë përjetuar gjyshet tona menopauzë. Ushqime këshilla si ndikon një gotë qumësht kundër urthit. Disa sinjale domethënëse, sanksionimi i familjes Sysa, çfarë pritet të ndodhë me fluksin e parave të drogës në Shqipëri. Këto ishin titër kryesor të gazetës Dita. Vjoj mëtej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i saj: 9 nëntori, një tërmet elektoral dhe dështimi më i madh i politikës shqiptare në këto 35 vjet. Takimi kombëtar i Laborisë, gjua shqipe, identiteti ynë. Kryeministri Edi Rama, rritja e pensioneve paralel me rritjen e pagave është një nga prioritetet kryesore të mandatit të 4 të qeverisë. Nisin protestat, opozita shqiptare sot në orën 18 bashkohet e gjitha në protestë përballë kryeministrisë, ja ç'pritet të ndodhë. Frank Shkreli, ish drejtori VOAS, shtëpia e bardhë ka shpallur javën e antikomunizmit, klasa politike shqiptare vazhdon të heshtë për ato krime. Pazaret e kompanive të sigurimeve në vend. Sociale, 81 vjetori i çlirimit të Tiranës. Opinione dhe komente nga Angel Musaj, Triluanët gjunjëzojnë Silvinion e Dukës. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf. Vazhdojmë tej me gazetën Panorama Sport. Shqipëria lufton në Tiranë, Anglia është në nivel tjetër, zyrtarisht në vazon 3. Kuqezin luajnë shumë mirë, shpërdoren raste, por Kane tregohet vrasës dhe vendos ndeshjen me 2 golat në fund. Kombëtarja mbyll eliminatorët e dyta në grupin K, kalon në play-off dhe në 20 nëntor mëson kundërshtarët e Marsit. Hebaj, Vllaznia një marrësh më tepër se Partizani. Intervista, ish i kuqebluve dhe i demave analizon duelin e fortë të fundjavës. Sulmuesi, viti i dur për ta kthyer titullin kampion në Shkodër. Sloveni Kosovë 0-2, Dardanët u bashkojnë kuqezinjve në play-off. Tekniku, Silvinio, kjo kombëtarja ime e vërtet. Ansori, Hoxha, më dhem që nuk shënova, humbje që na djeg. Mesfushori, Aslani dham shpirtin për këtë kualifikim. Gardiani, Strakosha i sinqert se prisja të kalonim në fazën play-off. Shqipëri-Angli, ndeshja më e shtrenjtë në histori, ja sa fitoi Federata Shqiptare e Futbollit nga biletat. Shihemi në botror, Tuhel nuk i kursen e lozhet, Shqipëria është e fortë. Eliminatorët, Norvegjia bën peshk Italin, shfryn Portugalia. Këto ishin titër kryesor të gazetave për ditën e sotme.